dëgjuar. Tani kam një tjetër lajm të mirë për të ndarë me ju. Në listën e pritjes së Jet Bank, për cilën ju kemi folur gjatë gjithë këtyre javëve, janë regjistruar deri më tani rreth 46.000 individ në kaq pak kohë. Një shifër e jashtëzakonshme. Sa shumë pas kemi dashur një bank 100% digjitale në Shqipëri. Ne shqiptarët falet si duam gjitha. Po jo, i duam se nuk kemi pritje, nuk kemi jo radha, jo s'radha, jo është hapur banka, jo s'është hapur banka, i kemi gjitha shërbime. Kështu që na ofron çdo shërbim bankar online, ju thash në çdo orë, zero kosto, pa humbur kohë në radhë dyerve të bankave, sepse nuk bëhet fjalë thjesht për një regjistrim, bëhet fjalë për të siguruar bankim falas për jetë. Për juve që ende nuk jeni regjistruar dhe doni të përfitoni këto benefite, unë them që hyni tani në webin jet.bank, shkruhet JET si jet, PA, jet.bank dhe bëni pjesë e listës së pritjes. Dhe me që jemi të Jet Bank, tani dua t'ju komunikoj sfidën e radhës. A? Po. Atere. Në shtëpi, si që keni parë, janë vendosur 3 kuti emergjence të Jet Bank, ngjitur me postën aty. Brenda secilës kuti të Jet Bank fshihet një benefit ose një sfidë, varet se çfarë fati do të keni. Nëse do të guxoni që t'i thyeni kutit, duhet ju them se në ditët që vijnë, duke nisur nga nesër, mund të thyeni vetëm një kuti në ditë dhe secili prej jush ka të drejtën të thyej vetëm një kuti. Jeni të qartë? Pra, nga nesër mund të thyeni vetëm një kuti të Jet Bank në ditë dhe secili prej 4 finalistëve mund të thyej vetëm një kuti në total, pra jo dy. Njëri nuk thyen gjë, domethënë. Njëri ngel pa thyer gjë. Guximi është hapi i parë drejt çdo ndryshimi, kështu që lum ata që guxojnë në këtë pikë. Por mund të jetë përfitim, mund të jetë sfidë, kështu që keni kujdes. Si kuti Pandora. Tani, do flasim pak për debatet e Selin si finaliste e parë, që kanë qenë thuajse në gojë të gjithë banorëve, duke përfshirë edhe Mateon, me të cilin ka patur një raport më shumë të mirë